e ndjej të nevojshme t'juftoj që në zgjedhjet e pas Krishtlindjes të jemi të përqeshëm për të marrën vendimin si mas në ndërgjegjës e për të restauruar gjendjen në të cilën kemi jetuar vitin që përgam pas, duke kryer obligimin qytetar ashtu siç duhet. Pasi kështu, do të kontribuojë të gjithë që vendi ynë të ketë një stabilitet të qëndrueshëm politik, të përshpejtojë hapat të drejtë familjes evropiane dhe të arrijë të ruajë e të ruajë vlerat basike të shoqërisë tonë. Bota sot po përballet me frikën e shkatërrimit. Pasi kam mbetur pak a shumë, po flet me gjuhën e urrejtës, ku arsyeton në forcën e armëve, sepse e ka humbur fuqinë e arsyes dhe po merr vendime sipas interesave të fortë, e jo sipas drejtësisë dhe të vërtetës. Mjerisht, kjo mirë e të menduarit ose të arsyetimit, kjo formë e veprimit dhe kjo qasje ndaj njëri tjetrit, po merr vazhdimisht jetën njerëzish, po shkakton faj dhe gjat në sytë të fëmijëve që ta lejë botës nga luftë, padrejtësi dhe varfëri. Kjo ka plagosur në ndërgjegjjen kolektive të botës dhe moralin në përgjithësi njerëzimit. Megjithatë, po shkatërron shpresën e brezave të rinj dhe pikon pa ata për të jetuar në paqe dhe në dashuri. Nuk është më mirë asë gjendja jonë në këtu meslesh. Për realitetin të cilën po jetojmë, e për cilën nuk mund të pasojmë aska, por të jemi bashkëpërqeshës dhe të ndjehemi bashkëpërqeshës për çdo situatë të cilën nuk e kemi në nivelin e duhur. Njeriu ynë më shumë po i bindet partive se sa ndërgjegjës, më shumë po ndjek fatin e liderëve se sa të ardhmen në fëmijët e vet. Është vërtet një gëzim i madh në këtë natë të shenjtë që në këtë kishë katedrale të bashkëndojmë me ju që jeni këtu dhe me ata që nëpërmjet mediave, nëpërmjet televizionit të Kosovës ose mënyrave të tjera të komunikimit social, na bashkohen në këtë festim prej familjeve të tyre, kudo që janë në vend apo në emigracion. Sepse ne sot e shpallim lajmin e gëzueshëm, gëzimin e madh për gjithë popujt, sepse në heshtin e kësaj nate, Hyju e mishëroj fjallën e vendin e kërëdor në Virgës Maria, i cili lindi në Betlehemin e Judejës, atëherë kur Cezar Augusti kishte dhënë urdhër që të bëhej regjistrimi i gjithë popullatës. Kisha i fton të gjithë njerëzit që të bashkohen në gëzim dhe në afërmitet me njëri tjetrin, në dashuri dhe në përpjekje për të ndërtuar paqen, pasi foshnja në Betlehem është princi i paqes, i cili ju dhurohet të gjithë njerëzve dhe ju afrohet me përkujtëri, në heshtjen e një nate, në qetësinë e një kohë të byer në jetën
po dhe në turbulirat e jetës dhe në situatët historike të asaj kohe. Vërtet, askush nuk është i përjashtuar prej këtij gëzimi. Askush nuk është i përjashtuar nga prania e kësaj paqeje dhe të gjithë mund të gëzojnë e të jenë të lumtur, sepse paqja mbi tokë nuk mund të jetë e pranishme pas fundionin shpirtënor dhe hynor që zbret prej qiellit, bëhet njeri dhe vjen në jetën e secilit të ne. Sigurisht që gjatë kësaj kohe ne jemi përgatitur si të vazhdojmë për të festuar këtë ditë gjatë kohës së ardhjes, nëpërmjet lutjes, nëpërmjet këngës, nëpërmjet zotëritjes, nëpërmjet rrëmimit të ndërgjegjës dhe nëpërmjet përvojtënisë shpirtërore përpara Zotit Kryutor. Në atë kohë, Cezari August dha urdhër të bëjë regjistrimi i popullsisë së mbar botës. Ky ishte regjistrimi i parë, kur Kuirini ishte qeveritari i Sirisë. Të gjithë shkonin të regjistrohen, secili në qytetin e vet. Kështu edhe Josefi, pasi ishte prej shtëpisë dhe prej fisit të Davidit, unë qitë prej qytetit të Nazaretit të Galiles në Jude, në qytetin e Davidit që quhet Betlehem, për të regjistruar bashkë me Marinë fatin e vet që ishte shtatësor. Tashti, dërsa ata po gjendeshin atje, i erdhi koha të lindë. Ajo lindi djalin e vet, të paralindurin, e mbështolli në shpërngejnë dhe vendosi në grasht, sepse në bujtin nuk pati vend për ta. Në atë vend ishin disa barik, të cilët e kalonin natën për jashta për ta ruajtur krigjën e vet. Engjulli i Zotit u afrua tek ata, dhe lavdia e Zotit i shtriti ata e ata u trembën për së tepër. Papën tonë Leonin e 14, i përshvinjët, mështarët, rregultarët e rregultarët, që duke krëntuar lindjen e Krishtit, të udhëheqin popullin e yt me besnikëri, përvultri dhe dashuri të Ti e shtove të zinë, e madhërove halek. Ata gëzonë pranin tënde, si njerëzi që i gëzonë poshtë, si gëzonë kur dojnë kërë. Sepse ti e theve si ditën e madjonë, zjedhen e fitërën, kushmën e krovit të ti, e shkopin e ati që e dëbën të përpara.
sepse na lidhin të poshtja. E madhe do të jetë mbretëria e tij, dhe paqja s'do të ketë mbarim mbi thronin e Davidit, e mbi mbretërinë e tij, që ai do të forcojë e do ta bëjë të fuqishme në të drejtën e në drejtësi. Qysh tash e për amshim, do ta bëjë këtë dashuria e madhe e Zotit të ushtrive. Lexojmë prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Titit. Fort i dashur, u dok hiri i ky që u sjell shërbimin të gjithë njerëzve. Ai na mëson të bijmë mojit besimit dhe dëshirave të shekullit për të jetuar në këtë botë kurtisht, drejtësisht dhe përshvirtërisht, duke pritur shpresën e lumtur dhe ardhin e lavdisë të Madhit Hyj dhe shërbësit tonë, Jezu Krishti. Ai e flijoi vetveten për ne, që të na shpërblej nga çdo pahësi dhe ta pastroj popullin që atij përket, që të jetë plot zell për të kryer vepra të mira.